po dëgjoni Wake Up, ora është 8:08 minuta dhe do të flasim pak për dhëmbët, për pamjen estetike që na pëlqen gjithëve, kemi këtë buzëqeshjen fantastike të bardhë që na ndriçon ditët. Do të flasim dhe së bashku me të ftuarën tonë sot, Enkelejda Spahiu, që është mjeke stomatologe, do të na tregojë edhe pak për historinë e saj dhe gjërat e saj. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up. Mirëmëngjes. Shkënaqësi që të kemi këtu, Ledi, po ti je mjeke stomatologe specializuar për estetik dentare dhe faciale, gjithashtu. Kështu që duam ta shfrytëzojmë pak të njohurinë tënde, ekspertizën tënde dhe për të dhënë ca informacione të vyera. Heidi e tha, buzëqeshja është çelësi i bukurisë edhe i suksesit, edhe energjisë të mirë. Bëjmë gjithçka, domethënë goja shumë e rëndësishme. Unë jam themeluesja e klinikave Lady Smile. Kanë të njëjtin emër, është një klinikë dentare edhe një klinikë estetike, janë të dyja në të njëjtën vendodhje. Prej 22 vitesh kam mbaruar studimet dhe kam punuar në Bukuresht, Rumani për 10 vite. Dhe gjithë ekspertizën time kam dashur që ta kthej në shërbim të komunitetit tim dhe kam bërë gjën e dur. Klinikat janë profilizuar për estetik dentare dhe faciale në parkursin e viteve. Kjo ka qenë pasion dhe art, talent në bazën e një syri estetik të lindur, pastaj edhe të krijuar gjatë viteve me absolutisht shumë punë, shumë trajnime, specializime edhe shumë durim, sepse të ndërtosh një emër dhe një brand, siç unë e kam ndërtuar Lady Smile, kërkon shumë investim. Investim në dije, investim në kohë, investim në sidomos trajnime dhe specializime, po mbi të gjitha respekt për pacientin edhe korrektesë. Gjë që unë e kam realizuar dhe jam shumë krenare që e kam transmetuar edhe deleguar këtë aftësi që kam unë personalisht tek stafet e mia që kanë një sy estetik mbi normalen për të njëjtat procedura që mund të bëhen kudo në Shqipëri, ne ofrojmë maksimumin e ekselencës estetike të dhëmbëve. Edhe ti që je shumë krenare për këtë, për atë që ke arritur edhe mënyrën se si e ke arritur. Po, Ledi, le të flasim pak për faset. E mund të ta shoh buzëqeshjen tënde? Atëherë, unë kam njëri tjetrin. Unë kam 6 faceta kompoziti. Të bëra në parkursin e 20 viteve, të bëra diku tek 4-5 herë. Okej. Që do të thotë janë dhëmbë me nerva, dhëmbët janë të gjallë, pra. Janë të gjallë. Dhe kjo është ideja e facetave, në parim është që të ruhet dhëmbi. Me parkursin e viteve unë i kam shtrënguar dhëmbët, si gjithë në shqiptarët, dhe kishin filluar të shkurtoheshin pak. Okej, ishin ngrënë. Një nga arsyet përse njerëzit nuk janë të kënaqur me buzëqeshjen e tyre pas disa vitesh përdorimi, flas për te një moshe, është pikërisht konsumimi i dhëmbëve në gjatësi, zverdhja e tyre për arsye të ndryshme, si flosja, parregullësia e majës dhëmbëve që kryesisht është nga fërkimi dhe shtrëngimi i dhëmbëve. Pastaj janë edhe arsye tjera siç janë keq pozicionimet. Po, mund të ketë një shtrëmbrim, një gjë po. Një keq pozicionim i lehtë, nuk flasim për ato që duan vërtet trajtim ortodontik klasik, një ngjyrë më errët se sa normali, edhe pse nuk pin duhan. Po jo, ka dhe njerëz që nuk pin duhan edhe kanë ngjyrën e dentinës dhe të smaltit të trashëguar shumë të verdhë. Ka njerëz që kanë dhëmbët me hapësira. Këto zbardimet profesionale vjen një moment që nuk bëjnë më efekt dhe dëmtojnë dhëmbin. Ka njerëz që i kanë fërkuar dhëmbët, i kanë larë shumë fort edhe kanë dëmtuar smaltin në qafë. Vetë fërkimi i dhëmbëve dëmton dhëmbët edhe në qafë. Përkimi dhe shtrëngimi i dhëmbëve. Dhëmbi konsumohen. Facetat janë në fakt të rekomanduara pikërisht tek dhëmbët që janë konsumuar, për t'i mbrojtur ato që të mos vazhdoj konsumimi. Për të rikuperuar atë gjë që ka humbur në parkursin e viteve. Pra klientat e tu ose kërkesa më e madhe nga klientat është kjo faceta pas një farmoshe dhe që janë konsumuar. Ato janë klientat. Jo, unë kam një klientel shumë të re. Domethënë unë kam qenë pionerja, klinika ime ka qenë pionerja e facetave të kompozitit pa gryer dhëmbët. Kemi 15 vjet që e aplikojmë këtë në mosha relativisht të reja, sepse pa gryer dhëmbët, pa dëmtuar dhëmbët, është një zgjidhje dhe një nevojë.
sidomos sot në kohën e Instagramit dhe në kohën e selfieve. Njerëzit e duan diçka që ta kenë në superlativ, variantin më të bukur të buzëqeshjes tyre, pa egzageruar, dhëm të rregull, të bardhë, më të mëdhenj, më të bukur, më të dukshëm, por në të njëjtën kohë të mos i dëmtojnë ato fare. E qartë. Po kur thuajnë që janë pa gryerje, doja për ta sqaruar se fjala faseta përdoret gjithkund, në anglisht veneers, e kam dëgjuar përdoret shumë vite përpara kur dolën reklamat e para për këto. Po çfarë është një faset në vetvete? Çfarë bën ajo? Një faset në vetvete, fjala facet, face anglisht ose si facia që vjen nga latinishtja është në fakt një faqe, një shtresë e përparme e dukshme, ajo faqja e dhëmbit, faqja estetike. Faceta dentare ne prej kompoziti ne i realizojmë me një lidhje kimike me smaltin, sepse të gjithë njerëzit mendojnë se është mashtrim, kur përdoret fjala pa gryer dhëmbin, është në fakt pa hequr teknikisht pjesë fizike të dhëmbit, mekanikisht me frezë, pa i larguar asgjë dhëmbit, por normalisht që aty bëhet një preparim kimik. Me një lloj acidi që përdoret, ai i njëjti që përdoret për mbushjet e bardha, okay? Ky preparim kimik nuk e dëmton përveç se në një 0,1-0,2 mikron, sipërfaqen e llakut të smaltit. Kështu që realisht është pa gryer. Dhe kjo vendoset sipër si mburoj. Dhe kjo vendoset sipër, handmade në klinik dhe është e shpejtë, bëhet brenda ditës, bëhet brenda 3-4 orë shndrimi i buzëqeshjes. Me zbardhimin e tyre 3-4 nuanca nëse dua, me çuarje në një hark ose në një formë ose në një masi ideale, siç nuk i ke pasur kurrë dhe e ke ndërruar. Dhe në fakt i e ke të gjithë dhëmbin tënd të pa dëmtuar poshtë facetës. Kjo është që ti e sugjeron si një mbrojtje preventive këtë lloj facete që nuk prek dhëmbin. Në qoftë se ti ke dhëmbët e shëndetshëm. Nuk pi duhan. Edhe kujdesesh për ta. Të pëlqen relativisht ngjyra që ke, por i do pak më të bardhë, do sugjeroja ndonjë zbardhim profesional tek tuk, një herë në 2-3 vjet në klinik, dhe ndonjë zbardhim profesional në shtëpi, që është pak më soft, dhe jo me patjetër të vishën dhëmbët. Unë jam pro ruajtjes së dhëmbëve të shëndetshëm, ama nëse ke dhëmb të vegjël, me keq pozicionime, nuk je i kënaqur me buzëqeshjen tënde, je duampirës dhe në zbardimet profesionale nuk të funksionojnë. Dhe realisht do me thënë në çdo foto që ti bën ti je këtu, tashi e kupton për 3-4 orë ti ke këtë buzëqeshje, kështu që why not? Po, absolutisht. Moshat e reja e preferojnë. Dhe klientela ime prej 15 vitesh ka rezultuar që kjo gjë mund të mbajë deri 12 vite. Edhe pas e ndrohen me faceta të reja. 12 vite dhe ndrohen me faceta të reja, dhe unë jam vetë këtu shembulli që në 20 vite i kam ndruar 4-5 herë për arsye të tjera, siç janë fakti që tek tu kum pi çik si shumë kafe, ndonjë cigare. Dhe vjen zor ta them këtë, po jam transparente dhe normalisht e kam ndruar për rifreskim të ngjyrës, por në fakt ndrohet vetëm shtresa jashtme. Por risia pra për 3-4 orë. Absolutisht. Por risia që do doja ti mshoja, sidomos te duampirësit, që të mos lodhen me këto ndrimin e facetave të kompozitit, është ultra thin veneers, që janë faqe shumë të holla qeramike të bëra në laborator, deri në 0.3 mikron. Është një risi teknologjike në gjithë botën. Më përpara për t'i vendosur facetat e Max, ne na është dashur të gryejmë deri 1.7 deri 2 mm nga smalti. Ishte pak a shumë një ngrënie, gryerje dhëmbit si 2/3 e një klofi, edhe vetëm faqja e brendshme ngelej pa. Ndërsa tani këto janë shumë të absolutisht super të holla, gati transparente, si lente kontakti për dhëmbët, ngjitja atyre bëhet po kimike dhe rezistojnë deri dhe 20 vite. Janë një risi që ne si pionier të estetikës mini invazive në të dentistrisë mini invazive në rajon, ne e kemi sjell gjithashtu të parat. Është shumë e rekomanduar te duampirësit e njerëzit që nuk duan prapë të dëmtojnë dhëmbët. Gryerja është vetëm 0.3 mikron, që i bie 1/3 1 mm. Është thuajse as pak. Edhe në duke pastaj janë njësoj si facetat, duken si dhëmbë natyral. Kanë edhe më shumë estetik se sa facetat e kompozitit, sepse është fiksa pjesa e smaltit, ajo që na ka dhënë Zoti ky pak qelq në fund në maj, i afrohet shumë naturalitetit. I afrohet shumë edhe thyrjes së dritës, dhe nga që është
totalisht pastaj e njësuar me dhëmbin, bëhet fiks si një dhëmb natyral. Është fantastike si në shkrepje fotosh, në ndriçime ndryshme LED, flash, blitz, nuk ka asnjë lloj përqindje fake-u, falsoje, të kuptohemi. Po. Kjo është në fakt superlativa sepse gjithë duam diçka natyrale dhe mos dukemi gjithë me dhëmb të bërë. Ledi unë shoh për shembull edhe në fasetat tua, siç na tregove që janë duke natyral. Duke shumë natyrale. Janë të padallueshme nga dhëmbët e vërtet. Pra duken thjesht si dhëmb të shëndetshëm dhe kaq. Kam parë njerëz që kanë bërë fasetat, u duken shumë falso, sepse janë tepër të bardhë edhe jo natyral. Ka dy arsye pse njerëzit ju i orientoni ata se mund vi me idenë ai thotë aq të bardha sa s'ka. Edhe i thua ti një sekondë se kjo nuk do qëndronte me do dukej. Ka dy arsye pse dhëmbët duken fake. Unë mendoj që gjëja e parë është ngjyra, por është dhe materiali. Ngjyra në fakt, ne si shqiptarë kemi dhëmbët jo shumë të bardhë. Si ballkanik duhani, kafja, vera, qefi, mos kujdesi i dure. Po normalisht janë gjëra që me kalimin e kohës lënë shenja, okay? Dhe pastaj bëhemi të fiksuar që nëse ne do bëjmë dhëmbë duhet patjetër që të rikuperojmë atë gjë që s'e kemi pas kurrë. Por në fakt nuk na përshtatet. Jemi ballkanik, nuk na duhet dhëmbë të bardhë. Plus se nuk ekziston një denti natyrale bleach, që është bleach, fjala bleach është që është zbardhur shumë. Nuk ekziston, është tek spektri ngjyrave shumë fanit, ju tregoj diçka duke qenë se kam 25 vite eksperiencë. Ne kemi disa çelësa ngjyrash për t'i marrë masën çdo dhëmbi, okay? Ngjyrën. Më përpara këto çelësat nuk kanë pasur bleach. Tani kanë. Edhe është ekstra blishi. E kanë sjell ekstra. Dhe është blishi 2, 3, 4. Ka shkuar në ekstrem. Është super, nuk di domosdoshmë. Ti nuk e rekomandon këtë gjë pra. Ose pra unë bëj dhëmb sipas kërkesës së pacientit. Po e deshi do ja bësh po. Do ta bëj sepse është dëshira e tij. Fatkeqësisht, më vjen dhe shumë keq, por nëse pacienti insiston, unë nuk mund ta detyroj atë. Jo, e kuptoj, po. Mjeku i mirë të orienton derisa absolutisht e orientoj, por janë shumë një pjesë e mirë e pacientëve janë shumë të në qartë në atë që duan dhe ngjyra është një gjë që nuk e kompromentojnë. Shqiptarët nuk i duan fare kur i vendosin dhëmbët i veshin, me çdo nuk i duan fare ngjyrat natyrale. Është një tendencë. Sepse është gjëja që nuk e luftojmë dot këtë, më vjen keq deri tani nuk po mundemi. Shiko deri diku. Se doja t'ju thosha edhe arsyen e dytë, Heidi, është materiali. Atë do të thonë. Materiali është metal, porcelan, krom, kobalt, ceramik, krom, nikel, ceramik që ka dalë nga moda prej kohësh, zirkon, full zirkon, zirkon ceramik, zirkon emax. Tani gjitha këto materialet në bazë brenda kanë një stres që bën një blok ngjyre. Kanë dalë materiale që e lën të hyjë dhe të dalë drita një lloj si dhëmi natyral, siç është zirkon multilayer, mbi të cilin ti vendos ose zirkon me shumë transparencë, mbi të cilin ti vendos shtresa qeramike dhe maxi dhe e bën shumë natyral dhëmbin. Por ka të bëjë shumë kjo pjesa e ngjyrës që zgjedhin pacientët. Por naturaliteti më i madh është me Emax veneers, Emax crowns, klofa, dhe mbi të gjitha këto ultra thin veneers që janë po prej Emaxi të bëra në laborator me kompjutra që quhen CAD-CAM. Emaxi mund të jetë me presim ose me prerje me kompjuter. Sido që të vi puna, kur bëhen super të holla, facetat e Emaxit janë jashtëzakonisht shumë estetike sepse pjesa dërmuese e asaj çka do ritransmetohet nga drita dhe do rikthehet të vetë dhëmbi natyral. E kuptoj. Po dhimbja, ka dhimbje procesi i të vendosurit të këtyre facetave? Jo. Facetat pa gryerje dhëmbi brenda një dite janë mini invazive. Unë i bëj nga pak mpirje pacientëve sepse më duhet gingiva që të mos nxjerrë asnjë pikë gjaku dhe në mpirjen që unë bëj ka vasokonstriktor që nuk lejojnë të më dali asnjë çik gjak gjatë kohës së punës. Por nuk e bëj sepse po ndërhyj me dhimbje. Pas daljes së mpirjes je pas një lloj sikleti, fare zero dhe je gati për të vazhduar punën. Ne jemi të mirënjohur në klinikat Lady Smile që pacienti vjen në mëngjes, bën rehabilitimin e buzëqeshjes me faceta dentare pa gryer dhëmbët, sapo i del mpirja shkon në klinikën estetike dhe bën një rehabilitim të
gjithë fytyrës, atje ku ka vite që ka modifikuar edhe linjat e shprehjes. Për shembull, kur një pacient nuk ka buzëqeshur, ai ka shtrënguar muskujt e katit poshtëm të fytyrës në një mënyrë të caktuar që i kanë krijuar linja nazolabiale të theksuara, linja marionet të theksuara, se ai ka qenë gjithkohë si kontraktuar, okay? Tani ajo punë që un kam për brenda gojës që të duket, do duhet që të bëjmë një ndërhyrje edhe në mënyrën mimetikën e muskujve dhe mënyrën si ato do funksionojnë në parkursin e atij momenti e mëtutje në mënyrë që pacienti ta shprehë dhe ta tregoj. Kështu që ndërhyrjet që bëhen dhe në klinikën estetike balancojnë fytyrën. Balancojnë atë që ne kemi bërë në gojë, balancojnë dhe te indet e buta. Dhe kjo është një gjë shumë fantastike sepse brenda ditës rezultati është deri dhe 10, 15, 20 vite më i ri. Pa dëmtuar dhëmbët dhe pa dëmtuar indet, sepse edhe këto ndërhyrje që i bëjmë në fytyrë i bëjmë pa kirurgji. I bëjmë për shembull si me injeksione me acid hyaluronik edhe me neuromodulator. Toksina botulinika. Po shikojmë disa rezultate. Po pra, kjo zonja ka 20 vite diferencë. Është dallueshme. Është dallueshme. Por zonja ka vendosur 6 implante dhe ka bërë një rehabilitim total të pjesës së sipërme të gojës me kurora zirkoni. Kjo gjë i ka ngritur suportin e buzës, sepse me kalimin e viteve në katin e poshtëm ne kemi një rënje të buzës nëse kemi hequr dhëmbët dhe kemi humbur përveç se numri dëmbëve dhe volumin kockor që vjen si pasojë e humbjes së dhëmbëve, por ne në vetvete pasi moshën na humbet volumi kockor në nofullat të poshtme të sipërmen dhe kemi një tkurrje dhe gjitha indet, domethënë aty e tregojnë më shumë moshën në katin e poshtëm të fytyrës dhe ka qenë një nevojë dhe një zgjidhje që unë të specializohesha edhe për estetikën faciale sepse realisht ato ndërlidhen jashtëzakonisht shumë dhe ajo gjëja që unë mund të rikuperoj brenda gojës me rikonstruksione totale të danturës që bëjmë pafund në klinik, do duhet të duket edhe nga jashtë, duke ndërhyrë tek ajo që në fakt është konsumuar edhe nga jashtë dhe ka lënë koha shenjat e veta. Jo për të egzageruar, por për të çuar indet paka shumë atje ku kanë qenë përpara se sa koha edhe keq funksionimi i aparatit dentomaksilar ka lënë pikërisht, ka lënë shenjat e veta. Sepse çdo gjë na lë shenjat tona. Kur humbet një dhëmbë ti do hash nga krau tjetër, fillon të deformohesh, më kupton, dhe të gjitha këto do duhet që ne ti rikuperojmë që të na duket edhe puna në fund. Kjo është gjë fantastike. Që ti bën një analizë po themi të absolutisht. Unë jam shumë krenare edhe shumë le të themi proud sepse i gjithë stafi edhe i dentares, i klinikës dentare dhe i estetikës ka një sy estetik fantastik për të kapur çdo gjë duke filluar nga dhëmbët deri tek paraqitja e fytyrës. Kjo është një gjë shumë e bukur se përveç se vajza dhe gra ne kemi edhe meshkuj edhe zotrinj të cilët e kuptojnë këtë sensin që mund të arrijnë diçka më shumë pa dëmtuar indet, pa kirurgji dhe brenda ditës edhe absolutisht lumturojmë kaq shumë njerëz. Jemi shumë krenar. Jo, shumë e rëndësishme edhe në fakt e nënvlerësojnë njerëzit, po dhëmbët janë të lidhura me shumë gjëra. Absolutisht. Edhe fytyra, mimika, gjithë këto. Madje lidhet edhe me shtyllën kurrizore, the bite. Mënyra e kafshimit. Po pra kam dëgjuar këtë, e çuditshme është. Dhimbja e shpinës ndonjëherë kurrizit zgjidhet mastikacioni unilateral. Domethënë kur ti ha vetëm në një krah quhet mastikacion unilateral. Po. Të njëjtën gjë që bën ti me e një kash me të çuçi po. Mastikacioni unilateral bën të njëjtën gjë edhe me trupin. Domethënë në atë krah që ti ke, në atë krah që ti e ke konsumuar më shumë. Sepse ka njerëz që kanë hequr në një dhëmbë edhe nuk i vën. Ti ke një dëmtim ose një rëndim më të madh të gjithë deri dhe në ecje, deri dhe te këmba. Po, është një shkencë që në Shqipëri nuk është shumë e studiuar. Unë kam bërë një trajnim një herë edhe me sinjale truri edhe kam bërë një trajnim që e kam fiksuar vetëm për absolutisht, po kjo është ne na duhet të merrim me dhëmbët ne si stomatolog, mos të dalim jashtëve. Pastaj të çojmë ata. Po pra, nëse ti ke ndonjë problem me shtyllën, unë të sugjeroj të vish te klinika estetike sepse kemi fizioterapist prej 10 vite që kemi klinikën, kemi fizioterapist të certifikuar zëmrajme dhe Okej, super, faleminderit. You are welcome. Tani, Lady, pra klinikat janë Lady Smile dhe Lady Smile Aesthetic në rrugën Irfan Tomini. Ja të dyja në një ndërtesë. Kështu që edhe nuk ka udhëtimi distyre, thjesht një kat më poshtë, po thua. Një kat më poshtë, Tani doja të pyesja, nga shumë komente që mund të kesh marrë nga pacientët e tu të kënaqur, ke ndonjë që të ka mbetur në mendje?
diçka për shembull? Unë jam shumë e lumtur sepse pacientët ke klinika dentare janë 87% që tyre janë emigrant. Jam e nderuar edhe le të them shumë e lumtur që ata kthehen, sepse do të thotë që besojnë akoma tek profesionistët këtu në Shqipëri. Jam shumë e lumtur me faktin që stafi im është i gjithë vajza dhe gra, të cilat janë nga 26 deri 42 vjeç, janë me fëmijë të vegjël, janë të stabilizuar në Shqipëri dhe nuk duan të emigrojnë. Dhe unë ta bëra pak shumë ikse përgjigjen, sepse kënaqësia që marr jo vetëm për pacientëve, po e marr nga feedbacku që pacientët kanë nga stafi im. Dhe nëse është diçka për tu theksuar, është jo çfarë kanë thënë dhe kanë bërë pacientët rreth punës time, por sa të mrekulluar janë ata nga stafi im, stafet e mia. Janë jashtëzakonisht të kënaqur me shërbimin, kemi një staf empatik, shumë profesionist edhe shumë njerëzor. Kjo gjëja i bën të gjithë të kthehen dhe sjellin familjar, se ti mund të jesh shumë i mirë në punën që bën, por nëse ti nuk ke aftësi të mira njerëzore, të tregosh empati dhe të jesh me këmbët në tokë, të kuptosh që ai tjetri aty ka një problem dhe po lë gjithë kokën, jetën, shëndetin e tij në dorën tënde. Dhe kjo është një gjë që unë ua kam transmetuar doktoreshave, asistenteve dhe infermiereve që të kuptojnë se sa e rëndësishme është roli që ne kemi të mos e çojmë dëm, po sa e rëndësishme është ajo që bëjmë ta bëjmë me dashuri deri në fund. Të gjithë pacientët janë të kënaqur me shërbimin. Dhe për këtë unë jam jo vetëm e lumtur, jam entuziaste, sepse në një klinikë private ti shkon pikërisht për full options. Ekselencë në cilësi teknike, ekselencë në sjellje. Në materiale dhe në gjithçka tjetër që ti na tregove. 22 vite në treg kemi krijuar tashmë një brand. Engrida Spahiu me ne sot, ajo është mjeke stomatologe e specializuar, siç e dëgjuat, në estetikën dentare dhe faciale. Klinika quhet Lady Smile dhe Lady Smile Aesthetic, janë të dyja ngjitur me njëra tjetrën në të njëjtin vend. Shumë komplimenta. Shumë komplimente. Ndjes që fola pak më shumë se ç'duhet. Jo, fole aq sa duhet. Aq sa duhet. Duhet informojmë njerëzit patjetër, edhe gjëja më e mirë që bëhet me dashuri, me profesionalizëm, se në funditës përveç estetikës është edhe shëndeti në mes, kështu që faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi gjithashtu. Themi mbas pak jeni me Wake Up.